Shqipëria ende përballet me disa sfida të tilla, si kapërcimi i polarizimit të brendshëm politik dhe përmirësimi i kulturës politike, forcimi i sundimit të ligjit dhe konsolidimi i reformave antikorrupsion. Pavarësisht progresit në luftën kundër korrupsionit, ai është ende një shqetësim serioz. Shqipëria duhet të konsolidojë më tej hetimet, ndjekjet penale dhe dënimet përfundimtare, veçanërisht në rastet e korrupsionit të nivelit të lartë. Kujton se imuniteti parlamentar është pjesë e kuadrit kushtetues të projektuar për të garantuar funksionimin e duhur të institucioneve demokratike. Thekson se çdo vendim në këtë drejtim duhet të merren strikt në përputhje me dispozitat kushtetuese dhe procedurat ligjore të përcaktuara, pa ndërhyrje politike dhe pa vonesa të pajustifikuara. Korrupsion në nivele të larta, polarizim politik, presion mbi gjyqësori në refuzimin që mazhoranca socialiste i bëri kërkesës të SPAK për dhënien e autorizimit për arrestimin e Belinda Ballukut. Janë disa nga gjetjet e raportit të miratuar nga Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian për Shqipërinë, përmes të cilit ndërkohë bëhet thirrje edhe për mbrojtjen e lirisë së shprehjes dhe pluralizmit mediatik, një raport për Shqipërinë i cili është për vitin 2005, i cili u miratua me 58 vota pro, 7 kundër dhe 7 abstenime. Mirë mbrëma dhe mirë se vini në studio 24. Edhe në këtë të martë diskutojmë për gjetjet e këtij raporti, po jo vetëm, diskutojmë për lirinë e shprehjes, sa respektohet ajo, diskutojmë patjetër për sulmet e vazhdueshme që i bëhen medias, duke u përpjekur politika shqiptare ta gjej fajin te media dhe asnjëherë tek vetja, dhe në fund diskutojmë edhe për situatën